Tani e ke vë publika, do t'a the moshën, më falë, që 25 vjetorin tënd, ti të heqesh dorë nga të organizimet, ti mbledh shoqet e të shkojmë një klub nate, apo të bëj një udhëtim në Evropë, ose ku di unë, që mund të kenë ide të tjera, dhe ti shkove një shtëpi të moshuarve. Po. Nga ti erdhi si ide fillimisht? Kjo kisha goxha kohë që e mendoj që të organizoj një aktivitet tek azili të moshuarve në Tiranë. Bëhet fjalë për azilin publik shtetëror. Por nuk kisha guxim sepse kisha pak frikë nga paragjykimet, si do e merrnin tjerët, si do më shikonin. Edhe që ta publikoja kam pasur shumë frikë, në fakt, sepse kisha gjithmonë... Qa mendoje se do të thonin njerëzit? Mendoj që do më gjykonin se mos e bëra për famë, për reklam. Dhe ndoshta do e them më vonë se publikova, po thjesht indicia ishte që të organizoja një aktivitet tek azili. Pastaj parë se shkoja tek azili, ndërkohë që futa në internet për para adresën se nuk e dija mirë se ku ishte, më dolin disa intervista të moshuarve dhe shumica prej tyre ankoheshin që nuk dilnin shpesh nga azili, që nuk organizonin aktivitete, që mërziteshin, që nuk kishin paras për të pirë një kafe. Edhe kjo më preku pak me thënë drejtën, se ndoshta dikush nga ta ka familje, dikush nuk ka, dhe nuk ka se kushti nxjerrja, apo të organizoj sikur një drek, një dark, po muzikë, kërcejnë. Kështu që thjesht vendosa ti merja, kush ishte i mundur patjetër. Ti merja edhe organizuam një drek në një restorant në periferitë Tiranës. Organizova transportin, restorantin, muzikën, gjitha, dhe ndonjëherë kur është... Për të bërë ftesën? Po, shkova atje dhe çdo gjë është organizuar brenda 2 orëve, pra atje shkova atje, fola me drejtoreshën, ajo më mirëpriti shumë, ishte shumë e mirë, po patjetër i pëlqeu shumë dhe ideja dhe u habit si ka mundësi ti kaq e re me këtë ide. Dhe organizova transportin në restorantin dhe them ndonjëherë Zoti ta sjell mbar kur ke atë dëshirën e mirë për të bërë diçka, për 2 orë është organizuar e gjitha. Edhe kemi qenë diku te 35-36 veta. Si reaguan kur ti u bëre ftesën? Unë i kam takuar kur kanë ardhur aty, më kanë bërë një lumë urimesh, patjetër, më kishin sjellë një buqet me lule. Shneti që na ftove në ditëlindjen? Ishin të habitur, po ishin edhe shumë të kënaqur, ishte bërë shumë qefi, madje disa që ishin moshë e madhe, flas diku 88-90 vjeç, filluan të qanin, më përqafonin, qanin, edhe të gjithu quan që të kërcenin, të këndonin, madje disa nuk ishin dhe mundësi, bëhet fjalë nga ana fizike, shëndetësore, por nga që unë kisha atë zellin, atë dëshirë. Po, kemi kërcyer gjithë bashkë, sepse unë pata bërë bashkë të moshuarit me shoqërinë time dhe me familjen, sepse gjithë ideja ishte që të organizoheshim një grup i madh, bënim një festë të madhe. Pra, në rastin e ditëlindjes time, të festonin sa më shumë vetat që ishte e mundur, mos festoja vetëm unë. Si thua, ishte një rast feste. Ka marrë shumë dashuri atë ditë, për pas familjes e shoqërisë, sidomos prej të moshuar. Është e vërtetë në fakt se unë që kam për ditëlindjen, me thënë drejtën, nuk ka ecur shumë mbar në të gjitha aspektet. Dhe ideja nuk ishte që unë ta publikoja. Pra, këto foto janë publikuar disa ditë pas ditëlindjes, sepse unë isha pak skeptike. Si thash dhe më herët që kisha të frikën që do paragjykohesha, por pastaj kur e mendova, qëllimi im ishte realizuar. Pra qëllimi im ishte që ti merret moshuarit, për një ditë i bëhet lumtur, se ndoshta unë nuk mund t'i bëj për gjithmonë, po paktën për një ditë e kisha mundësi. Dhe të kërcenim, të këndonim, të kënaqeshim gjithë bashkë. Dhe kur e mendova që ky qëllim u realizua, pra e publikova unë apo jo, u realizua. Kështu që më pas vendosa që ta publikoj në Instagram dhe në TikTok, patjetër që në TikTok mori më shumë zë, më shumë fan. Domos ajo letra ishte, ç'a shkruante se sa letra ishte nga Zoti Shefqet, po ai thjesht muron që faleminderit për ftesën, edhe ju uroj gjithmonë bashkësi edhe buzëqeshje kudo që t'jeni, edhe ai ishte 90 vjeç. Zoti Shefqet nga Berati. E mban akoma letrën? E mbaj në kulet. Në kulet? E mbaj kështu si hajmali. Si fatëm, të uruan ata besoj ndër ploturimet e tjera ishte për fatin tënd të jetës, a? Kjo është e zakonshme, në fakt sidomos për moshën tonë tani. Marrësh një burr të mirë, të thanë. Të gjithë, edhe mua dhe mami tim, se na uronin të dyjave nga që ishte dhe mami aty. E këndshme shumë.